Dëgjoni deklaratën e fundit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump të lënë në Asamblenë Gjenerale të Amerikës. Ai ka deklaruar publikisht se ka ndaluar dhe ka frenuar 7 luftra në një kohë shumë të shkurtër. Po, dhe mes tyre edhe lufta që mund të shkaktojë mes Serbisë dhe Kosovës. Tensioni i lartë që ishte krijuar kohët e fundit mund të shkaktonte një luftë jo vetëm mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe mes Shqipërisë. Po, sepse në Ballkan mund të përhapej një luftë dhe Donald Trump ka deklaruar që e ka frenuar atë luftë. Por jo vetëm kaq, sepse ai ndaloi edhe luftën mes Kambodžës dhe Tajlandjes, probleme dhe trazirat që ishin kohët e fundit, madje dhe mes Kongos dhe Ruandës, bile edhe mes Indis edhe Pakistanit, sepse siç e dim para pak kohësh kishte edhe probleme mes Indis dhe Pakistanit. Madje ndaloi edhe luftën mes Izraelit dhe Iranit, ndaloi luftën mes Egjiptit dhe Etiopisë, madje edhe mes Armenisë dhe Azerbajxhanit, pra trazirat e fundit që ishin në kufi mes tyre. Pra, në një kohë shumë të shkurtër, ky zotëria ndaloi 7 luftra. Po të tjerët, çfarë kanë bërë gjatë periudhës së tyre, qoftë si president, por edhe si prijis të një shteti? Pres komentet tuaja dhe më thoni se çfarë mendimi keni për këtë argument dhe për këtë zotërin këtu, pra për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Ditë të mbar të gjithëve dhe kaloni bukur.